Dhe rikthehemi edhe më tej në horizontin e mesditës, flasim për atë se si institucionet publike në Kosovë po investojnë gjithnjë më shumë në kamera inteligjente, të afta jo vetëm të regjistrojnë pamje zërin, por edhe të analizojnë, ne të identifikojnë fytyra apo edhe të përpunojnë të dhëna të tjera të ndryshme. Krejt kjo ngrej një pyetje të rëndësishme. A ekzistojnë garancie mjaftueshme ligjore? Kush ka qasje në këto të dhëna? Për sa kohë ruhen ato dhe a është privatësia e qytetarëve e mbrojtur në nivelin e duhur? Përveç kësaj, ne jemi dëshmitar që pothuajse secili prej nesh në ditët e sotme për çështjet e sigurisë kemi zgjedhur që të vendosim kamera të ndryshme. Çfarë duhet jenë ato? Deri në çfarë hapësire na lejohet që ne të themi të monitorojmë hapësirën rreth pronës tonë private. Krejt këto, sot kam kënaqësi të diskutoj me komisionerin e Agjencisë për Informim dhe Privatësi, me mikën tonë, zonjën Krenare Sogojeva. Faleminderit shumë që je sot këtu e dashur. Faleminderit juve. Atëherë, patëm në fakt ka shumë pikpyetje kur është tek çështja e kamerave. Tazëm ka pas një ndikim duket shumë të mirë të këto kamera që janë vendosur në qytet, sa i përket komunikacionit, sa i përket respektimit të rregullave, sepse sot gjithë secilin vozëse dëgjon të thonë as guxoj kësaj dhe se më regjistrojnë kamera. Do thotë gabimet që i kemi bërë në të kaluarën mundohemi ti me njanojmë pikërisht për shkak të këtyre kamerave që janë vendosur. Por sa e cenojnë privatësinë tonë këto kamera të cilat ne i kemi gjithandej, jo vetëm në qytet, por edhe në institucione dhe në hapësira të ndryshme edhe private. Tani, ligji ka paraparë shumë qartë që kamerat vendosën për dy qëllime, është siguria e pronës dhe siguria e njerëzve. E qartë. Tani, teknologjitë edhe zhvillimi i hapshëm i teknologjisë po na ndryshon edhe mënyrën e jetesës sonë, por edhe po i përshtatemi zbatimit të këtyre parimeve që i kemi në ligjin e mbrojtjes së të dhënave, ashtu siç i përshtaten edhe vendet evropiane, rregullatives evropiane për mbrojtjen e të dhënave. Çka duhet të them me këtë është se teknologjitë sot shfrytëzohen brenda autorizimeve që ka një kontrollues, kur po flas për kontrolluesin është fjala për institucionin publik ose privat që vendos kamerat, por gjithsesi që nuk i kalon ato autorizime e para dhe që e ka një bazë të qartë ligjore dhe e dyta duke ndërmarrë masat sigurisë që të mos keq përdoren ato dhëna dhe të mos linçohet dikush apo thjesht i shkilet digniteti dikujt përmes këtyre pajisjeve. Tani, kontrollues publik, normalisht ajo që ishte shqetësuese kohët e fundit për ne, doli se shumica e institucioneve publike, qofshin ato nivel lokal ose qendror, kanë vendosur ose kanë shpallur publikime të ndera ku parashohin që të blejnë aparate, pajisje, kamera, domethënë për sigurinë e pronës edhe të njerëzve, por ajo që është shqetësuese është se specifikat në këto kërkojnë që të ketë edhe zëri. Sakt, specifikat që kanë parapar kërkojnë zërin, por kërkojnë edhe biometrin. Kemi një rast konkret mos gabofsha në Ferizaj. Ne vetë se e kemi në lëshuar një vendim ndaj një spitali publik në Ferizaj, edhe çështja është ndërlidhet pikërisht me këtë, sepse kemi gjetur se kamerat janë me zë, por edhe kanë biometri. Dhe kërkesa kur është bërë për furnizimin me këto kamera ka qenë që pikërisht të ketë edhe tonin, pra të jetë edhe zëri, që nuk është bërë pa vetëdije. Tani përmes sharut qartë për publikun e para, edhe përdorimi i biometrisë përmes aparaturës ose kamerës nga të pajisjes, po edhe marrja e zërit janë të ndaluara në parim. Çka nuk kuptojnë këto? Ato nuk janë rregull, ato janë përjashtim. Do të thotë që këto pajisje që marrin zë dhe biometri mund të përdoren në raste shumë specifike dhe atë kur ka një bazë të qartë ligjore për përdorimin e tyre, edhe dyta që kërkohet një autorizim paraprak nga Agjencia për Informim dhe Privatësi, pikërisht për me pa bazën e qartë ligjore nëse ka dhe qëllimi që, domethënë, te kalon tani ose është në të mirën e qytetarit edhe në interesin e qytetarit më shumë se zëri që mund të mirë. Tani, ne për 5 vite kemi bërë fushat të vazhdueshme, kemi trajnuar institucione publike që qëllimin e kanë pas ndërgjegjësimin edhe llogaridhënien ndaj qytetarit, sepse ashtu siç e kemi sektorin apo shtyllën e transparencës që e mbrojmë, qasën dokumente publike, të drejtën e qytetarit për të u informuar, njëjtë ne kemi edhe të mbrojtja të dhënave që për çdo ndryshim, për çdo teknologji që përdoret, duhet me patjetër të njoftohet subjekti dhëna në këtë rast. A njoftohen në gjitha rastet?
këtyre teknologjive të reja dhe se çfarë mund të ketë. Këto nuk njoftohen absolutisht edhe është më e keqja pse përmenda jo rastisht çështjen e tenderit, sepse kjo përveç që shkel privatësinë e qytetarëve, kjo edhe është një kost të shtesë për institucionet publike, sepse teknologjitë që kërkojnë janë shumë të kushtueshme. Po, që kërkojnë më shumë specifika, siç është biometria dhe zëri, normalisht që janë edhe më të kushtueshme. Domethënë, po bën dy shkelje. Para është e ligji mbrojtjes doanave, te privatësia e qytetarit, në anën tjetër po shpenzohet paraja publike pa qenë e nevojshme të shpenzohet. Se është e nevojshme që të kërkojnë kamera të kësaj natyre. Ose ne si agjenci, ne te spitali ose te rasti që kemi trajtuar dhe kemi nxjerr vendim, e kemi gjetur që me të vërtet nuk ka pas një uri rreth kërkesave të ligjit. Edhe zakonisht to bën sepse bëhet një farë përshkrimi tashmë, po përdoret teknologjia dhe kjo inteligjenca artificiale për qëllimin më lehtë me u kryer punë, edhe njësia kërkuese zakonisht, domethënë i merr këto nga interneti si të gatshme dhe ato që i gjenë më lehtë. Ndodhen dhe nuk ka domethënë ky është percepcioni jon që s'do të thotë që është i saktë, po më shumë na del se ka një mos ndërgjegjësim rreth kryerjes me përgjegjësi të detyrave, se sa një qëllim të caktuar, po edhe mund të jetë me qëllim të caktuar. Tani ne jemi në fazën e inspektimeve të rregullta të disa institucione që kemi gjetë tenderit të hapuna përmes i prokurimit, kemi edhe një sinjalizim në fakt rreth kësaj, dhe do të dalim me rezultatet dhe vendimet konkrete shumë shpejt. Që do të thotë me ose pa vetëdije, qytetarët e Kosovës, ata të cilët kanë qenë pjesë e disa prej institucioneve të vendit, institucioneve publike, kanë qenë në vëzhgim të kamerave, atësa ata kanë qëndruar në ato hapësira, duke u dëgjuar çfarë është folur, duke u marrë madje nga këto kamerat biometrike të cilat kanë edhe këtë inteligjencën artificiale dhe mundësinë e jashtëzakonshme për të marrë të dhënat më personale të mundshme. Çfarë ndodh tutje për këtë raste? Nuk mund të themi që ka pas. Guxojmë me ndu kështu. Sepse na nuk kemi një statistikë sa ka pas të instaluara. Por që ka pasur. Po tani se ka pas, na kemi rastin të cilin normalisht kemi trajtuar. Sigurisht që qytetari, se fenomeni i vendosjes kamerave në fakt ka qenë një fenomen i parë, do me thonë, edhe para funksionalizimit tonë, po vjen të sofistikuar dhe tash për ditë më shumë qytetarët për vendosin edhe në shtëpiat private ku po marrin pamje nga rrugët publike që po ashtu është e ndaluar. Kështu që ajo çka qytetari duhet të di është se gjithherë duhet të thjesht të kërkoj, sepse është obligim i institucionit, qoftë institucionit publik, qoftë institucionit privat, pra i kontrolluesit, që ta njoftoj përmes shenjës përdorimin e kamerës. E para, e dyta, çdo dyshim që qytetari ka, qoftë edhe punonjësi i shtetit, domethënë i administratës, qoftë edhe qytetari thjesht që ka punë administratë, apo edhe në kompani private, e ka një derë, dhe ajo derë është Agjencia për Informim e Privatësi, ku ne edhe për dyshimet që mund t'i kemë, ne pastaj ndërmarrim hapat e inspektimit dhe vendosim mbi rastet të tilla. Dhe pikërisht nisur nga kjo që po thoni zonja Sogujeva, sa institucione publike, a mundemi me thonë, kanë kërku deri më tani një lloj vlerësimi ose mendimi të agjencisë rreth kësaj çëje para se të vendosin këto sistemet, para se të vendosin këto kamera? A ka pas në rast ku thjesht kanë kërku një mendim të juaj një konsult nga ana juaj? Jo, zakonisht pasi ne i marrim njoftimin. Masi kryet puna ju thrasin. Po, kemi pas raste që jemi detyruar për aparatura ose për sisteme të tilla ndoshta edhe të kërkojmë ndalim të menjëhershëm pikërisht për rujtjen e privatësisë së qytetarëve, por zakonisht nuk e bëjnë një gjë të tillë sepse ende nuk është vënë si prioritet, që është shumë e rëndësishme kjo, domethënë ne jemi një institucion mbikëqyrës i zbatimit të ligjit mbrojtjes të dhënave. Po duhet të ekzistojë, si të themi, mbrojtja e të dhënave personale si e drejtë e njeriut, e sidomos tani në këtë zhvillimin e afshëm të teknologjisë. Duhet të jetë edhe prioritet i cili do institucion për ta trajtuar. Dhe neve na ndodh hiç më larg se këtë javë, domethënë në fillim javë kur ne lëshojmë një gjë për një institucion dhe institucioni i njëjtë na kthehet thotë pse s'na keni lajmëruar, në fakt ne kishim gjithë ato kërkesa që i kishim bërë, neglizhohet në total dhe pastaj thuhet jo s'na keni lajmëruar dhe ne i gjejmë edhe kërkesat që ju kemi drejtuar për t'i trajnuar ata, jo vetëm për t'i ndërgjegjësuar. Domethënë nuk e kanë vënë prioritet. Me qartë. Dhe prandaj ndodh kjo. Tani ne me këtë mekanizëm ligjor që e kemi, me këto kapacitete njerëzore që i kemi për mi kryer këto inspektime, operojmë në këtë formë. Dhe kjo është mundësia jonë, deri aty vendosim, deri te vendimi detyrues, normalisht nëse shkelja nuk është bërë publike dhe
deri aty ku shkelja bëhet publike ose shumë e madhe dhe rrezikshme e që në një mënyrë të direkt apo në formë direkte apo të tërthërt shkel privatësinë e qytetarit edhe shqiptojmë gjoba. E kuptoj. Tani në krejt këtë që po ndodh, a ekziston rreziku që në emër të sigurisë për qytetarët në fakt ata të monitorohen më shumë se që është e nevojshme, më shumë se që ligji e lejon dhe e kërkon. Ku e kemi këtë kufiri, nëse mund të themi, mes asaj që është e rëndësishme për sigurinë e popullit, qytetarëve tanë, dhe asaj që më pas cënon në fakt të sigurinë dhe të gjitha të dhënat personale që sot me një foto mund të shpërndahen, e dim si vendosen ato në rrjet dhe më pas është pothuajse e pamundur që të largohen nga aty. Tani, policia e Kosovës është i vetmi autoritet në vendin tonë që mbikëqyr kamerat në sheshe publike. Dhe do të flasim në javët në vazhdim pikërisht me policinë edhe për këtë temë. Sakt, edhe ata e kanë edhe autorizimin ligjor me mbikëqyr, edhe ata e kanë bazën e qartë ligjore për me përdor edhe teknologjitë e reja. Por gjithsesi, përdorimi i teknologjive të reja, instalimi i teknologjive të reja, kërkon një vlerësim paraprak të rrezikut. No? Aspekt të mbrojtjes dhanave. Dhe normalisht që të gjithë jemi për sigurinë e vendit, për asgjëtash është siguria randi, por në anën tjetër duhet të bëhet një vlerësim i tillë që ne kemi lëshu udhëzues se cili institucion ose edhe kontrollues privat që mund ta bëj, se si bëhet një vlerësim i riskut dhe të ndërmirën masat e sigurisë, sepse sot vendoset kamera, çështja është çka nëse ato pajisja janë pajisje të një prodhuesi që të kontrollon vetë prodhuesi përmes tyre. Dhe këto janë çështje shumë teknike. Domethënë janë çështje teknike që unë s'mund të shohim në aspektin teknik të këto, por që profesionistët i dinë ato edhe qëllimi është ndërmarrjen e masave që të mos i lejojnë që këto dhëna të qytetarëve tonë të shkojnë tek prodhuesi i pajisjes. Sepse ka shumë, më fal që po të ndërprej, po ka shumë, nëse mund të themi, lajme të kësaj natyrës që janë kryesisht hipoteza, se si kompanitë ndryshme kineze, kompanitë ndryshme ruse, kanë vendosur kamera gjithandej Evropës, përfshirë edhe Kosovën, dhe nga këto kamera marrin pikërisht këto të dhëna për cilat po flisni. Tani kjo është çështje që nuk e, domethënë ne si agjenci nuk mund të themi se mund të vendosim një pajisje ose këtë pajisje, ne ndalemi vetëm te pjesa e përpunimit të të dhënave. Këtyre pajisjeve? Kemi informacione? Sepse ka qenë domethënë publike për asa kohë që është nxjerr një vendim ku janë ndalu vendimi i qeverisë, domethënë atë kohë ku është ndalu me hy në tregun e Kosovës kamera të cilat janë prodhuesve kinez apo edhe të tjerat, mos bëjmë një lapsus sepse është jashtë kompetencës time, por gjithsesi ne në inspektimet tona dhe mbrana autorizimeve tona ligjore ne e shohim vetëm mënyrën e përpunimit se bëhet. Dhe nëse gjejmë që mënyra e përpunimit ka leju edhe nuk janë ndërmarrë masat e sigurisë, qofshin ato teknike, organizative apo çfarë do të masë tjetër e cila nuk e ka parandalur rrjedhjen e dhënave përmes pajisjes të qytetarëve tonë, atëherë ne me këtë merremi dhe pastaj ndërmarrim veprimet tona. Tani, të flasim pak për këto kamera që ne i vendosim pranë derës banesës, pranë derës së shtëpisë, në këtë shtyllën elektrike përballë shtëpisë sonë. Si është organizuar, si lejohet, deri në çfarë mase ligji na lejon që monitorojmë ambientet tona nëpërmjet kamerave, sepse e thash, sot pothuajse të gjithë biles po më tregojnë që në lagje të caktuara ka dhe kamera të cilët vendosen nga persona të cilët duan të bëjnë dëm në ato vende dhe nëpërmjet këtyre kamerave ata monitorojnë kur vije policia, kur vije dikush tjetër. Pra, po i përdorin këto mjete për të bërë edhe veprime të dëmshme ndaj shoqërisë. Tash, me që kemi po një ndërgjegjësim të vazhdueshëm me këtë, domethënë kriteret janë të qarta. Kamerat dhe pamjet e kamerës mund të jenë vetëm brenda territorit ku shtrihet pronësia e pronarit caktuar. Qoftë edhe për bizneset private, qoftë edhe për shtëpitë private. Çdo te kalim, çdo monitorim i rrugëve publike është i palehtëshëm, çka do të thotë që ne e ndalojmë. Tani, është përgjegjësi e policisë së Kosovës që të siguroj që qytetarët të cilët tek ne ankohen, sepse ne kemi tash ankesa dhe thot komshiu për komshin, thot e ka vendos thot në rrugë publike dhe kur ne marrim personin që ka vendos kamerën, ai thot nuk e heq thot sepse këtu për ditë më thejët automjeti janë, për ditë fëmijët e mi zguxojnë me doan në rrugë, se kemi shumë probleme, kemi shumë telash. Po, edhe
Po kjo nuk është çështja që ai duhet me zgjidh me kamerën, për ata ekziston shteti, aparati shtetënor dhe policia e Kosovës duhet të ndërmarrë këto masa. Domethënë thjesht të lajmërohet policia e Kosovës dhe ne nuk kemi kompromis, sado që ndjejmë keqardhje, po gjithsesi ne nuk do të funksionojmë si vend ku ne ruajmë vetë sigurinë tonë në kuptimin përmes kamerave apo përmes çfarë do lloje forme tjetër duhet të veprohet tash. Veprohet tash. Po, ne jemi shtet dhe si shtet duhet të kërkojmë llogari nga institucionet që janë përgjegjëse për sigurinë tonë. Prandaj edhe ju udhëzojmë qytetarët, por në anën tjetër ndërmarrim nxjerrim vendime që ndalojnë përpunimin e tillë dhënave personale. Kështu që dihet sakt në biznese duhet të vendoset shenja me patjetër. Gjithsesi pamje duhet të jenë brenda territorit ku shtrihet pronësia, edhe tjetra është një vendim një zyrtar përgjegjës që i monitoron, i kontrollon pamjet e këtyre kamerave dhe që në asnjë mënyrë nuk mund të jenë më shumë se 30 ditë regjistrime në një rënone, përveç rasteve kur mund të ketë vepra penale që ruhen për qëllimin me absolutisht me urdhër të prokurorit, por dhe të njëjtat nuk mund të përdoren për qëllime të cilat mund ta linçojnë ose ta dëmtojnë dikë, ato mund të përdoren në institucione për qëllime të komisioneve disiplinore nëse ka diçka apo edhe për qëllime penale siç e ceka, por jo të kalon autorizimet që i kanë me ligj. Kujtoj muaj më parë në magazinën Bombon kemi diskutuar për atë shqiptimin e gjobave që do t'u jepën atyre të cilët nuk respektojnë ligjin, nuk respektojnë këto rregulla, të cilat e thatë edhe ju keni bërë një punë të madhe për t'i informuar, për të ngritur vetëdijen e qytetarëve dhe institucioneve karshi kësaj çështje që në fakt është shumë e ndjershme dhe kërkon një vëmendje shumë më të madhe. Bota ja ka dhënë, duhet ja japim edhe ne, sepse jemi bërë pjesë e këtij rrugtimi të themi digital. Më intereson të di, a ka shumë gjoba të shqiptuara karshi atyre të cilët kanë bërë shkelje të kësaj natyre? Tani, gjoba ka. Edhe kemi shqiptuar dhe cila është gjoba më e madhe që keni dhënë? A mund ta di? Normalisht fillojmë prej 20.000 euro, për kamerat është 4.000 deri në 8.000 euro. Por nëse kemi publikim dhëna personale dhe dami është shumë ai madh, atëherë nisin 20.000 deri në 40.000 euro, apo për bizneset është 2 deri në 4% të qarkullimit vjetor, që do të thotë që bizneset e vogla të mesme me shkelje të tilla dhe mund të mbyllen fare me këtë shumë që ka para pa ligje, e që është absolutisht një standard evropian që e zbatojnë gjitha vendet e EU-s. Tash çështja është, për 5 vite ne kemi bërë ndërgjegjësim, ne kemi bërë informim. Pas 5 viteve nuk ka më falje, sepse ne jemi nisë gjithherë me parimin e të informohemi, të dinë qytetarët të drejtën e vetë, dhe në anën tjetër të informohen institucionet dhe të ndërgjegjësohen ato për obligimet që i kanë rreth ligjit. Por tani më mas 5 viteve punë, nuk ka më falje. Dhe këtë javë në lëshuam gjobën e radhës, dhe më thënë që ka të bëjmë mbrojtjen shkeljen e të dhënave personale. Kështu që do të ketë gjoba dhe më nuk ka, sepse kryesisht kemi shku me këtë. Vendimin e parë që kemi shku ka qenë një vendim detyrus, ndalus, apo edhe këshillus nëse nuk ka pas shkelje të mëdha. Por vendimi 2 do të jetë gjobë për të njëjtin institucion, për të njëjtin kontrollues, pasi që ata nuk mund të thirrën dhe të fshihen mbrapa mos dijenis dhe mos njohjes me ligjin dhe kërkesat ligjore që ka ligji. Në fund nëse nuk dim, duhet të kërkojmë informacione. Sakt, plus që ne jemi institucion që në vazhdimsi ofrojmë këshilla. E kemi obligim ofrimin e këshillave për çka edhe i mirë presim, po fatkeqësisht sado që kohëve të fundit ka arrit në 68 mbrana vitit kërkesat për këshilldhënie, kryesisht janë në sektori privat, jo sektori publik. Sektori privat kërkon informacione më shumë se sa sektori publik. Pse, më duket sikur e ndjen veten të paprekshëm. A jam gabim? Tani, dëgjom, nuk më takon mua ta them, por ajo që neve na takon është ne duhet të forcojmë standardet edhe t'i mbajmë këto standarde të forta dhe shqiptu gjoba për institucione publike? Absolutisht po, dhe këtë standard ta mbajmë si për institucionet private ashtu edhe për publike, por është e vërtetë sepse kemi shumë kontrollues privat në terren se sa institucione publike, tash ta kemi parasysh edhe këto. Tash në kontrolluesi privat është cili do biznes ato i vogël që është, apo edhe profesionat fizik që për qëllimin e kryerjes së detyrave të veta mbledhin dhëna personale. Dhe tani normalisht që numri i gjobave ndaj sektorit privat është më i madh se ndaj sektorit publik. Por ata, edhe sidomos sektori financiar,
janë shumë të interesuar të marrin më shumë informacione sa herë që instalojnë ndonjë teknologji të re, e që mbledhin dana personale, edhe pse sfundi, për shembull, kemi Ministrinë e Tregtisë që na është drejtuar me kërkesa, edhe domethënë s'kam pas një akt në ligjor ku nuk kanë nxjerrë, nuk na kanë kërkuar opinionin ton. Po që janë raste të rralla. Po që janë raste më të rralla se sa sektori privat. E kuptoj. Tani zonja Segojeva, do doja që krejt në fund të flasim pak edhe për çështjen e inspektorëve. E përmendët kalimthi, por që konsideroj shumë e rëndësishme ta diskutojmë nëse veç flasim për një rezultat konkret të agjencisë. Tani, numri i punonjësve në agjenci dhe inspektorëve është shumë i vogël nëse e krahasojmë me autorizimet që na i ka dhënë ligji për me kry punën. Tani na që nga viti 2021 kemi të njëjtin numër, normalisht e kemi plotsuar këtë numër sepse kanë qenë edhe pozitat vakante, por vazhdojmë të operojmë me 6 inspektor në mbrojtjen e të dhënave personale, kështu që kur e kemi parasysh volumin e punës edhe mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit është numër shumë i vogël. Në anën tjetër, çfarë kemi ndërmarrë për ta lehtësuar sadopak mungesën e personelit, ne kemi krijuar mekanizma digjital që na janë mbështet jo me fondet edhe aparate publikut, por thjesht me që edhe ato janë aparat publike, donacionet që kemi marrë nga mbështetësit tonë dhe kemi kriju platformat të cilat na mundsojnë që më lehtë ta bëjnë monitorimin e rrjedhjes së të dhënave. Për ndryshe, vendimarrja përsëri është njerëzore, domethënë ta kish parasysh që ne në vendimarrje përsëri ulemi dhe është inspektori ai që duhet ta vendos mbi rastin. Krejt në fund, se tash është pyetja e fundit, po s'mund të mos bëj edhe këtë. Nëse e dona Maksi, krenaria, një qytetar i këtij vendi dyshon që është i monitoruar dhe që po i përdor, kur themi monitoruar, nuk kuptoj në përcjellje të këtyre kamerave digjitale me një aftësi jashtëzakonisht madhe të marrjes së informacioneve, cila do duhet të ishte, ose cili do duhet të ishte hapi i parë që ai do të bënte? Të lajmëronte policinë dhe agjencinë apo si? Agjencinë për informim me privatësi. Ne jemi shumë të lehtë të gjendshëm në internet, po na shkruajnë shpesh në Facebook. Ju kisha propozuar qytetarëve që ta përdorin webfaqen, ta përdorin numrin pa pagesë të telefonit, edhe ne për atë jemi. Domethënë sa më shumë që kemi rritjen numrit të ankesave të qytetarëve, ne thrasim vëmendjen e institucioneve dhe kontrolluesve publik për me zbatu kërkesat e ligjit. Kështu që ankesat e qytetarëve na ndihmojnë shumë për faktin që edhe procedura e shqyrtimit të ankesës është shumë më shpejtë dhe më e lehtë sesa nëse shkojmë hym me inspektime të rregullta e që kërkojnë një tip auditimi që merr disa muaj kohë. E kuptoj. Zonja Segojeva, të falenderoj shumë për gatishmërinë që gjithmonë të ndaheni informacione me ne dhe shikuesit tanë. Faleminderit juve për konsiderat. Të lutem.